Kom bërë një hulumtim prej 2016 dhe 2019 kush me qenë në Këshillin e Lartë Kombëtar Shqiptar. Apo ne I lexon që ata emra? Këtu kanë qenë dy kritere, me bo një emën botë edhe me qenë pro çështjes kombëtare. Është propozu Joe Bideni, në atë kohë nuk ka qenë presidenti I Amerikës, Eliot Engel, një izraelit, por një mik I madh I shqiptarëve, Joseph Diogardi, është shqiptar, ka punu shumë dhe ende punon në këtë rrugë. Wesley Clarkun e kam propozu, William Vokerin e kam propozu, Mark Gjoni në atë kohë ka qenë kryetar I New Yorkut. Skender Kodra është kryetari I Akademisë Shkencave dhe të Arteve në Amerikë. Antonio Belushi ka qenë një prift ka vdek në Itali, një arbresh I Italisë, ka punu shumë për çështjen kombëtare edhe për pavarësinë e Kosovës, edhe para luftës, edhe gjatë, edhe mbas. Ka vdek deri të bëhem